Nuk e di. Thjesht unë jam pak e mërzitur me personin që kam tani në krah. E kam shumë gjanë. Nuk e di. Dhe nuk do të flas për këtë, pse t'jap rëndësia dhe jo pirllo. Tash kam mund t'jap kam rëndësia atij zhulaqit. Na nxirr pak macë live. Macë po këtu në kempët, aty ka hap kemp si ato shpatat, si ato balerina, kështu balerina cappuccino. Ja. Dhe ai të ka gjanë. Po jo tire, Ilia. Ti e gom rezervë më shtiri këti me mua, po. Ku e njefti edhe tipin. Jo tire, jore, ti e gom rezervë jeta. Se mendoj fare martesin, martoj me ty, po. Unë thjesht jam pak e mërzitur. Thot zian, po të shneu me ta zemra, të shneu niveli edhe të thot live, jo pirdu. Gjërën parë dhe da ditë shumë. Edhe nga kukse dhe nga porda, i nga ma malë nga zbrit të dhia me frenadore. Hek për dreq. Qire shvida me madhe, t'hap katalogun në tani? Më lërë hap në halët e mija. Lërë hap në halët e mija. Shifle i t'huaj, që. Jo, unë jap spur, dhe të. Më ka barbali dhe më ka dhe vetë bia. Jo, t'ishe në gripi, pasa që luj pastro, kishëm hamuti, mua t'i spi malu në jeta. Unë spi malu, unë s'di këtë vëndim, sa jo flete saloni, unë flete kë dhoma, kështu që nesë kur të ngrijet, bilis ka arru dhe pantalonat, nesë kur të ngrijet do... Nëse kur të ngrijem do bëj punë të shtëpis, do laj enët, se jam shumë e lodhur për zotin. Gjithë natën e natës unë, si ke marrë, azëra më sufut aty ku s'takon. Mu sufut aty ku s'takon. Unë dhe po të martojmë nese pas nese, sikur dhe tjetë personazh publik, e personazh publik tjetë më vlla. E postoj herë dy herë që për të kujtuar që jam akoma e martuar, dhe mos u fut aty në momentin kur familja ime nuk dëshiron që të bëhet publik, unë nuk kam se flas për familjen time dhe nuk gjithmonë kam munduar që ta mbaj edhe kur kam qenë në emisione, e ftuar në për intervista, kam thënë mos më pyet për familjen. Apo kur isha te It's My Homie, qofte edhe t'jem Big Brother, i the mos ashtu për familjen. Nëse si te Big Brother do vinë surpriza ato. Kështu që bëjnë më bet pak më interesant. Kemi pas problemet tona, kemi pas debatet tona, kemi pas gjërat tona, normal se çdo familje ka sherrë shamat, por që jemi mirë, shkojmë mirë, shoqër Zoti ti ke mirë, ka thënë gjesti një llaf. Këta janë, ti ke mirë, familja është e para. Kjo është. Se më do licica. Po, unë të kam shumë gjanë, mos më pyesi për familje, no? Kush më pyet për të bëj blog? Të kam shumë gjanë, më kam shumë gjanë. Ora 5, zezi, më i Kristian, më qatë gjeti, sot më tërë natës live, moj. Është i martuar, a i kush o jetë? Kush është i martuar? Jo, i dashurim. Ky djali i sportit nuk është i martuar. S'për me burrat martuar, unë zërë s'kam ka. Po thjesht pordët e ti meri gondi që e ke parasysh me demek t'i shkojnë nga mrapa. Nuk më intereson kjo gjë dhe i thamë datë e mirë. Ajte mami këtu? Do bëjmë një rand fuqishëm. Me thënë drejtën, shiko tani të tregoj trosh se unë ju e dini që unë jam shumë kjo është shumë gjë intime, po unë do ta them. Unë sa kam bërë me këtë djalin që kam pas,
se kemi ca ditë që s'jemi takuar, nuk e kam tradhtuar se jam shumë e mërzitur, ju betohem. Thellë jam e mërzitur. Shkolla, më ha muti mati se më që paro lava 10.000 lekë në parukeri, po në fisha anës mati. Trupin e laj, hunda ime është bloku nga gripi, o në na. Mirë. Njerëz. Ju uroj një mbrëmje sa më të këndshme. Ju kam shumë gjanë. Çdo natë do të keni, e dini ju, sherr, shamat, zënka, lojra, debate, dënime, e dini ju. Kupton? Me këta vëllezërit tanë të famshëm këte nga TikToku, kështu që kur e larë për herë të fundit, dje mas dite kam larë trupin, dhe do lajmë tani para se të fle. Tani do laj trupin se flokun në lajmë parukerin që në 4 ditë. Edhe ju dua shumë, ju kam shumë për zemër, flini gjumë, flini qetë, pa strese, pa shamata, pa debate, pa si gjë. Që se unë tani do iki, nuk na thatë juve, nuk na thatë nga jeni me origjinë, ore s'na e treguat nga po na ndishni, momentalisht. Nga po na ndishni, 500 veta. Ha? Nga Berati, jo jugu, jo, harroj këto jugu veriu, nga po ndjek. A Dursi, po rri moj thot, se dhe në 6 maronina, jo se vjen dhe një 5:30. Greqia, Vlora, në ngurza e sipër me kiqe, bravo. Nga Sauku, Anglia, Gjermania, Bari, Greqia, Shkupi, bravo, nga Pogradeci, nga Tepelena, momentalisht, që shumë interesante këtë tema, po, nga ndishi. Lere ju Amerika, ju të Amerikës, na Zvicra, po tjetër? USA, Tropoja, Kanadaja, Texas, Tropoja, Franca, Norvegjia, Amerika, normal në Amerika, se është ditë atje, bravo, Detroiti, Texas, Prizreni, qa kemi në të Amerikës. Pusho, se tani më randërmën që ande është 6 orë mbrapa, pusho, Kanadaja, nga Kolumbia, thot njëri, Nata Shabudalache, Greqia, pa lidesh Greqia, jo, ditë nuk është, po ora 11. E pra, po 11. Majorka, të gjithë jetojnë fshat këta atje, po unë po shpjegoj qa po thot këta. Norvegjia. Gjeni Hoxha, kërë shkjo vajtë, Gjeni Hoxha. Qel. Tire Greca, tire Bëthmot. Ku jeti? Tire Greca. Tire Zhulaq. Ku jeti? Tire. Shësim djegi, ata gishtin da marta. E diti, qa do t'i bëjën? Të kem këtu të... Da na këthesh këtë follow, thot. Varet që... Pëse dur si fshate, shi thua e ti, jo kiqe dhe janë krenare nga fshati. I don't know, baby. I don't know, baby. Mbaroj fjali në shpirt. Jo, thash po më gjyte në gjë do ta kthej follon, po më gjyte në i tre në gjë të fuqishme fare. Hajde, kush do më gjuaj në gjë të fuqishme fare, do t'i kthej follon. Hajde ta shikojmë tani. Kush më gjuaj në i tre në gjë,
Do ja kthej follow, ja presim tash. Rrimo e morën vesh. Ndro kaset. Hajde tash, kush do më gjuaj në i tre në i gjë? Hajde, kush do më gjuaj në i tre në i gjë? Okej, Luan nga mua nëse lexon komente. Okej, hajde Enzo. Shpejt, kush do gjuaj? 5 minuta e fundit se do ta mbyll live-in. Hajde. Prisni dhuratën tani. Hama Amerika, jeni gjalla si jeni, a ku jeni ja? Hajdeni. Asi loj kollavari së pret në zemër se unë da e fuzgjumi me qunin tim, aty qaf për qaf me pushin tim. Okej, si në aty ja. Pushama, prish pas të hagurëm hazin ty unë. Hajde. Gospel summer, normale. E më kiqa unë o bdallej. Kur i ka marrë unë frerët, këta që kanë arë tani. Kanë dalë moti, kur i ka marrë unë frerët e rrjeteve sociale. E lave qëra sotoj, se kam sotoj jetë, jo. E kam. Moti. Se jam të rezi fare për zotë, se jam mirë fare. Mirë, ju uroj një mbrëmje sa më të këndshme. Ju dua të gjithëve. Më shkruaj. Ku ta gjej gazonjere me 200.000 lekë zemra. Unë pagoj 500 euro shpinë pa dashke ti. Pa e kam shumë mirë shpinën. Për zotin. E kam luks, e kam në një vend shumë të mirë këtu në Astirë të Rrethi. Dhe e kam, nuk e di. Për as 100 vjet do ndroj këtë shpinë. Pas për 100 vjet nuk ke lek ti o motra, ku kemi lek ne me ne jemi pa buksa me. E njerëz të dashur, sot në orën 10 jemi përsëri në live, dhe jemi në live çdo natë. Do futemi në TikTok, pastaj do shkojmë me grupin në Fiber. Kështu që ju dua, ju uroj një mbrëmje sa më të këndshme, faleminderit sepse sot ka qenë nata më e gjatë e këtyre 12 vjet që kam ndëtur në live. Këtyre 8-9 vjet sa kam që kam ndetur në live. Ju dua shumë. Në Instagram të këndu me pultin dorë. E dale moj, syzeza dale, dhe mali shumoj më ka marë. E dale moj, se më së mure, e në moj pa të parë. E dale moj, afer wellit je, jo në em krakte. E dale moj, syzeza dale, e dime një moj si mbretëresh, e dhe kaloj fusha dhe male, e dhe të gjej moj kudo që të jesh. Shiko, ka menduar që të bëj dhe një live me atë vajzën e vogël Nikitën, që të mblidhen disa GoFundMe, ose të mblidhen disa sponsor, jo sponsor, si quhet, të mblidhen disa ndihma, që ta ndihmojmë atë, që ta ndihmojmë Nikitën, të bëjnë sa të kontribojnë njerëzit sa të kontribojnë, edhe pastaj me këtë këngë mbyllim për sot. Se ti do ta diskutoj një me Nikitën, do ta ftoj në live, dhe nuk e di nëse kanë GoFund familja saj, ose nuk e di si mund ta bëjmë që njerëzit ta ndihmojnë. Pse mos ta ndihmojnë 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, sa të kenë mundësi. Nuk është e thënë. Dhe këtë unë do ta bëj me gjithë zemër për Nikitën. Edhe do t'i shkruaj në darkë, edhe do t'i them që ta lëm një ditë, ta nxjerr një njoftim zyrtar, dhe të gjitha lekët që do kontribojnë njerëzit të shkojnë te GoFundMe Nikitës. Kështu që do ta bëj me gjithë zemër. Edhe një ditë kur të shkoj në Fier, do shkoj do ta takoj. Çatër natë po lërë zemra sot u lash nam, u lash mu shumë e mend. O, sa kam folur unë sot 3 ditë nuk do flas më, 3 ditë nuk do flas më.